إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati, për çdo nimet që Allahu Azza wa Jall na stolisi me ta. Një ndër begatit më madhështore, vëllezër të ndershëm, ku Allahu Azza wa Jall tha me një hadith al-Qudsi: wa inna rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime I ka parapëri apo ja ka tejkalu hidhërimin tim. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste në hijen e mëshirës së gjerë të Allahut Azza wa Jall. Edhe pse të flasmi për mëshirën e Allahut Azza wa Jall është shumë një temë e gjanë. Mirë po duhem të kemi parasysh se kur flasmi për mëshirën e Allahut Azza wa Jall, ne faktikisht flasmi vetëm për një pjesë nga 100 pjesë të rahmetit Allahut Azza wa Jall. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall I posedon 100 mëshira. Vetëm një mëshirë Allahu Azza wa Jall e ka zbrit në mesin tonë. Ai që e fal dhe mëshiron në vëllavin e vet, nga mëshira Allahut Azza wa Jall. Ai që respekton prindërit e tij, nga mëshira Allahut Azza wa Jall. Dhe tha pejgamberi Allahut, derisa lopa që e ngrit kamën e saj mos ta dëmton viçin e saj, është nga mëshira Allahut Azza wa Jall. Dhe ato ditë kur ngritet mëshira Allahut Azza wa Jall, njerëzit do ta kafshojnë, do ta hajnë njëri tjetrin. Pra vëllezër të ndershëm, ne do të përqendrohemi me një hadith të pejgamberit Allahut, që në ndëgjimin e parë është një ndër hadithet më të çuditshme të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi në Sahihun e tij nga bashkëshortë e pejgamberit Allahut Aisha. Po ashtu transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga një sahabi shoqërues dashamiri pejgamberit Allahut, Ebu Hurajra, që pejgamberi Allahut ju drejtu me këtë fjalë të pranishmeve dhe tha: saddidu wa qaribu wa abshiru, përpiqni që të përmbani fesë Allahut Azza wa Jall si ka zbrit. E nëse nuk keni mundësi të rësisht që të praktikoni fenë Allahut, qaribu, përpjekni që të jeni afër mëshirës Allahut Azza wa Jall. Përpiqni që të jeni afër drejtësisë, afër shariatit Allahut Azza wa Jall, e pastaj përgëzonu.
Pastaj me çfarë të përgëzohemi? Tha pejgamberi Allahut, pastaj i përgëzoni se veprat e juaja nuk janë ato juve që ju bojnë banor të xhennetit. Dhe kur ndëgjuan shokët e pejgamberit Allahut u çudit. Ndërsa Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim, hinin xhennetin Allahut se e keni trashëgu, e keni fitu në bazë të veprave tuaja. Po pejgamberi Allahut regjistroi një çështje shumë të rëndësishme që njeriu mos të bëhet mendje madh në këtë botë. Nga se xheneti Allahut është i shtrenjtë. S'ka mundësi që një njeri vetëm me veprat e tij që të arrit që të jetë banor i xhennetit. Pa të pejgamberi Allahut dini se asnjëri nga ju vetëm me veprat e tij s'ka mundësi të hyjë në xhennet. Dhe të pranishmit e pyetën dhe i thanë, ja Rasulullah, ai cili kishte veprat më të përkrijera, më shumë vepra se pejgamberi Allahut, s'kish njerin si për faqen e tokës që ka bo. Tha pejgamberi Allahut, tha unë s'ka mundësi të jem banor i xhennetit, po mos të jesh rahmeti mëshira Allahut Azza wa Jall. Pra ne vëllezër të ndëshëm, do të flasmi rreth këtij hadithit pejgamberit Allahut vetëm pak. Do të japmi disa sinjale çka nënkupton se mëshira Allahut Azza wa Jall dhe çfarë ka dashur me thon pejgamberi Allahut me këtë hadith të madh. Ta me mëshirën Allahut Azza wa Jall hinin xhennet. Që kjo hadith përputhet me atë që tha pejgamberi Allahut se gjithë ummeti pejgamberit Allahut mund të hyjnë në xhennet vetëm ai që refuzon të jetë pjesëmarrës i xhennetit. Krejt këna mundësi me hyjnë në xhennet vetëm ai që s'don. Tha ja Rasulullah, a ka dikush që refuzon të jetë banor i xhennetit? Ka, do ta shihni vëllezër të ndershëm dhe do ta kuptoni atë që e tha Fudail ibn Iyadi, sikur që të më jipët mund të përzgjedhët atë më llogarit në ditën e Kiametit, baba im apo zoti im. Tha unë e kishta përzgjedh që të më llogarit zoti im e jo baba im, edhe pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për dashurinë e prindit për evladin e vet sa të madhe e ka. Mirë po Allahu Azza wa Jall mëshirën më të madhe e ka ndaj robëve të vet se sa prindi për fëmijët e vet. Për atë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu thonte, sikur të thirr një thirrës në ditën e gjykimit, gjithë kanë për të shkuar në xhenem, vetëm një njeri. Tha, do të shpresosh në të jem ai një njeri, pse ja ibn Khattab? Shpresove ka të shumë, tha, për çka se rahmeti Allahut Azza wa Jall ka përfshirë çdo sen. Shpalos me rahmetin Allahut, duke ja fillon nga veprat e mia dhe veprat e këqija, ndëgjoni çka thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim. Men jaa bil hasanatin falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ai që e bën një vepër të mirë shumë fishohet vepra e mirë sa 10. Kush e bën një vepër të ligë, i shënohet atij vetëm një. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi thonte, mjerje ai që njishet e ti, mjerje ai që njishet e ti, ja muajnë 10 qeve të ti. Pra nëse sipozohet njeriu gjatë ditës i ka bon 5 vepra të mira dhe 5 vepra të liga, gjatë asaj dite i shkruan 50 sevape dhe i shënohen 5 gjunohe. A nuk është kjo për rahmetit Allahut Azza wa Jall? A nuk është prej mëshirës Allahut Azza wa Jall që Allahu të donë që të jesh banor i xhennetit? Pa ndëgjoni hadithin më të madh që është transmetuar nga gjuha pejgamberit Allahut dhe ka transmetuar më i dituri Kur'ani Kerimit Ibn Abbasi, djali xhaxhait të pejgamberit Allahut Ibn Abbasi, dhe këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu Azza wa Jall i krijoi veprat e mira dhe veprat e liga,
Allahu i prezentoi melekët që t'i mëson se si të shënojnë ato veprat e mira dhe veprat e liga. Ndëgjon e vëllezër se si mikzotëron rahmeti Allahu në shënimin e veprave. Pra Allahu i ul melekët që t'i mëson se ai që thonë subhanallah, si që shënojnë veprën ati të mirë, dhe ai cili thotë elhamdulillah, sa që shënojnë melekët kanë qenë të paditur. Ai që i ka mësuan është Allahu Azza wa Jall. Kanoni dhe zakoni Allahu Azza wa Jall ka qenë i tillë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mësoi Allahu Azza wa Jall melekët që regjistrojnë veprat. Në bazë të këtyre regjistrimeve ne do të llogaritmi tek Allahu Azza wa Jall, dhe në bazë të këtyre regjistrimeve ne do të peshohemi ditën e gjykimit. I tha Allahu Azza wa Jall, nëse një njeri sinon të ban një vepër të mirë, shkruajnë ati një para se me bë. Nëse njeri u planifikon dhe vendos të ban një të mirë, të jep një sadaka, shkruajnë ati para se me bë një, e nëse eventualisht i mundsohet ati që të realizon, tha shkruajnë ati 10 deri 700 tha në bazë të sinqeritetit dhe vetëdijshmërisë dhe qëllimit të tij. Tha ndërsa nëse njeri mendon që ta ban dhe sinon që ta ban një të keqe, mos ja shënoni ati para se me bë. A nuk është kjo prej rahmetit Allahut? Tham pastaj Allahu vazhdon dhe thot, nëse ki njeri e len për mu, pra e braktis, e ndron në menën dhe nuk e ban, edhe pse pat planifiku që sonte të shkon me një ven, ko nuk është Allahu razi, tha nëse e len për mu, shkeru një ati një sevape, për shkak se kalon për Allahun Azza wa Jall. E nëse ai eventualisht e mund shejtoni dhe e ban shkruajnë një gjuna. Kështu a zakoni Allahut Azza wa Jall. Pra atë ka anë në hadithën Muslim që e transmeton Imam Muslimi se s'ka mundësi të shkatërohet, s'ka mundësi që njeriu të hinë xhenem dhe të shkatërohet dhe vetëm ai që insiston të hinë xhenem. Pra nuk ka mundësi që njeriu të bëhet banor i zjarit vetëm ai i cili largohet prej rahmetit Allahut dhe nuk shpreson mëshirën Allahut Azza wa Jall dhe nuk i përdor këto kartelat mëshirës të Allahut Azza wa Jall që i ka zbrit në tokë. Eventualisht nëse ai shfrytëzon këto rahmete, pra që është një rahmet, do të jetë ai meritor që në ditën e gjykimit Allahu ta trajton këtë njeri me 99 mëshira që do të spjegojmë, do të ndalmi prap pak në rreth këtyre 99 mëshira të Allahut Azza wa Jall që Allahu i ka rezervu dhe Allahu Azza wa Jall i ka premtuan për ata të cilët e kanë shfrytzuar një rahmet prej rahmetit Allahut. Kjo është e para prej atyre që cilët Allahu Azza wa Jall këtë bën kjo formë njeriu në trajton. Mas paku e mira shënohet 10, ndërsa e keqja shkruhet 1. Po e dita vëllezër të ndershëm është edhe më madhështor. Ku Allahu Azza wa Jall ja dhuron ngjirat për shënimin e veprave, meleku i cili qëndron në anën krahun e gjatë, nuk e posedon ngjirën e njëjtë prej melekut që qëndron në krahun e majt. Allahu Azza wa Jall ja ka dhuruar dy lloj ngjira. Ai që i shënon veprat e mira nuk ka gum që mundet mi shlien veprat e mira, vetëm runa Zot nëse ben në kufër apo shirk Allahut Azza wa Jall i ban, apo ban veprat të cilët janë gjunahe shumë të mëdha që ja shlin këtë vepër. Pra veprat e mira vëllezër të ndershëm nuk shlien asnjëherë dhe është shumë e vështirë që të shlihet vepra e mirë, ndërsa veprat e liga janë me ngjira që shlien shumë kollaj dhe lehtë. Pra transmeton Abdullah Mesudi i cili thonte tahterikon, ju jeni duke u gjegë, mirë kur vjen namazi drekës i shlien gjunat e vogël.
Për shkak se gjunat e vogla vëllezër të ndershëm janë të shënuara me laps të thjesht, ndërsa veprat e mira janë të shënuara me stilograf që nuk ka mundësi që këtë ngjyrë ta shlihen ndonjë gomë rëndomt e pa e thjesht. Kjo po pis unë tash këto shënime me kësaj ngjyra që është prej kontributit për zgjedhjes tonë apo prej rahmetit Allahut. A nuk është prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall veprat e liga është ai i cili është që e shtrin dorën e tij gjatë ditës dhe i tharret gabimtar që i kanë bërë Allahu gjuna dhe kanë gabu gjatë natës, që Allahu Azza wa Jall që shlije veprat e liga dhe ai që i ka bërë Allahu të mëkat gjatë ditës, Allahu e shtrin dorën e mëshirës së tij që të shlijen gabimet të cilat kanë ndodhur në kohën e kaluar, po Allahu i gjithashtu i tharres edhe ata të cilët janë të zhitur në mëkate që mos të humni shpresë pe Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall është ndjenjë që fal të gjithë mëkatet. Dhe kjo është prej mëshirës së Allahut Azza wa Jall. A ka interesim dikush që ta shlihen veten e tij? Pra vëllezër të ndershëm, jo vetëm kaq, po ndëgjoni këtë ajet Kurani Kerimit që këta nuk ka mundësi që të ndodhe vetëm prej Zotit që e rodon robin e vet, ku Allahu Azza wa Jall tregon për gjunaqarët të cilët bojnë gjunan si për faqen e tokës, e pastaj një ditë i kujtohet këtinve që t'i kthehen Allahu të tyre, që të pendohen, thot Allahu Azza wa Jall, illa men tabe wa amana wa amila amalan salihah, përveç se atyre që pendohen sinqerisht dhe besojnë dhe veprojnë vepra të mira, çfarë ja Rab ka për neve, ulaike yubeddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Atyre është Allahu Azza wa Jall që ja zaventson veprat e liga që i kanë bërë në veprat të mirë. Nëse njoni gjatë jetës e vetë ka bërë veprat e liga dhe pendohet te Allahu, gjunat e tua çndrohen se vao. Për ata e pyetën pejgamberin Allahut, kur pejgamberi Allahut e pastroi një pyetje dhe tha: a dini me kan Allahu Azza wa Jall qesh në ditën e Kiametit? A dini se me kanë Allahu Azza wa Jalla qesh dhe qeshën ditën e gjykimit? Tha na tregon o i dërguari Allahut për një njeri që Allahu Azza wa Jalla ka bo Allahut mëkate vazhdimisht, mirë po Allahu e ka furnizu me pendim para se të vdes ky njeri, mirë po skalon gjunat të vogël dhe të madh pa e bon për Zotin e vet, e pastaj pendohet në fund të jetës së vet, e shkon te Allahu i vet, dhe Allahu Azza wa Jall e provokon këtë njerin ditën e gjykimit, ku i thot melekëve që mshenja veprat gjunat e mëdha shfaqen vetëm gjunat e vogla, e i shfaqen gjunat e vogla që ai ka harru as i ka pas parasysh, thot me vete ky njeri tash ku t'i zbulohet edhe gjunat e mëdha për mua e pas ka pas na përfundu. E pastaj Allahu Azza wa Jall i thot këtij njeriu, o njeri, as e ke boket, as e ke gacmun derin e filonit, as e ke ofendu filonin, as je sjell keq, a nuk kanë që je sjell keq me fqinjin tan, a nuk jeti që i ka harru printet to, a e ke bon ket dhe ket, thot po jara, bo momenti ka të gjunat e mëdha. Atëre thot Allahu Azza wa Jall, shëndëronja këti njeriut këto mëkate dhe këto gjunaje në sevape, për çkak se ky njeri pasi që i bani të gjithë këto i pendu tek Allahu Azza wa Jall dhe kërkoi mëshirën tonë, mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Atëre ky njeri thot, ja Rabbi, kam disa gjunaje të mëdha s'pi shoh në pari, që t'i shëndrohen se vape qeshët. Allahu Azza wa Jall thot, prezentoja dhe gjunat e mëdha dhe shëndroja në se vape të mëdha. A nuk është prej mëshirës Allahut Azza wa Jall, vëllezër të ndërsh, që Allahu Azza wa Jall është ai jo që vetëm që i shlihen mëkatet, po është ai cili i zaventson në vend mëkate vepra të mira, përderisa njeriu ka interes të pajtohet, derisa njeriu ka interes të të lidhë raportin e tij, të përmison raportin e tij me Zotin e vet. Kjo është prej rahmetit Allahut Azza wa Jall. Prej rahmetit Allahut, vëllezër të ndershëm, gjithashtu që Allahu Azza wa Jall ka bën
stina, apo periudha që Allahu Azza wa Jalla i shumëfishon veprat. Për shembull, në 10 ditët e Dhul-Hijjes ka thonë, transmeton Ibn Abbasim, në ato ditë stërmadhohen veprat, nuk ngelin një vepër me 700, por shumëfishohet që numrin e shumëfishimit nuk e din vetëm Allahu Azza wa Jalla. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai që krin gjatë 10 ditëve të Dhul-Hijjes, pra ditëve të bekuara në kohën e haxhit, Allahu ja shumëfishon veprat që s'ka mundësi që të arrijnë sevapin e veprave të tij që i krin gjatë këtyre ditëve. Vetëm një njeri ja kalon këtij njeriu. Kush është ai njeri që ja të i kalon? Është ai i cili ka dalë nga shtëpia vet, me pasurinë e vet, me nefsin e vet, me trupin e vet, në xhihad në rrugën e Allahut Azza wa Jalla, dhe nuk ka kthi as me pasuri, as me trup, dhe ka ngelën në vendin e rezistencës. I vetëmi njeri që mundet të cilit të barazohet apo të i kalohet. Ka thonë pejgamberi Allahu, gjumoja prej gjumos, namazi prej namazit, gjumoja prej gjumos, dhe Ramazani dhe Ramazan shlirjet e gabim. Pra vetëm me mriti gjumon ke qenë gjumon e kaluar. Dhe gjithashtu je prezent këtë gjumo, shlien mëkatët e vogla vetë se prezenton gjumo. Mos flasmi për shpëblimin e ndëgjimit të hidbës dhe faljes së namazit të gjumos. Pa thonë të pejgamberi Allahut se Allahu Azza wa Jall nuk e privon një njeri nga rahmeti ati, vetëm një lloj njerëz janë të privuar nga sevapët e gjumos. Kush janë ata të privuar nga sevapët e gjumos? Ata të cilët 3 gjumo të një pasnjashme i të i kalon pa arsye. Nuk është i sëmur dhe nuk është udhëtar. Kanal hadith e pejgamberit Allahut voloset zemra e tyre dhe mungon rahmeti Allahut Azza wa Jall, për çka se ki njeri pa arsye e ka braktisën ditën e xumo, e ka braktis namazin më madhështor ditën e xumo. Pra leo të ndërshëm dhe Ramazani, me Ramazan Allahu na i mundësov me përjetu dhe me mri Ramazan. Vetëm arritja në Ramazan është lirjeve të gabim. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe haxhi pranuar nuk ka kundër problem vetëm me xhennet. Pra Allahu don neve të na fusë në xhennet me çdo mënyrë. Pra të pejgamberi Allahu qeshet gjithashtu me njeri që Allahu e lidh me zinxhira dhe e çon në xhennet, edhe pse ki njeri s'don me shku në xhennet. A e dini kush janë të lidhur me zinxhir që Allahu Azza wa Jall do t'i fusë në xhennet? Janë ata të cilët Allahu Azza wa Jall i sprovon, dhe kjo prej rahmetit Allahut, kur njeriu sprovohet në familjen e tij, apo në trupin e tij, apo në vladët e tij, apo sprovohet në farefisin e tij, apo sprovohet në jetën e vet, është prej atinve që Allahu Azza wa Jall për çdo sprovë Allahu e shlin nga gabimet dhe e lartëson në shkallët e xhennetit. Këto janë ata që cilët nuk kanë dëshirë që të sprovohen, mirë po sprova për to asë sikur sirupi për fëmijët, të cilët ato e urrejnë pirjen e sirupit, mirë po pa e shiju sirupin s'ka mundësi të jape efektin. Pra vëllezër të ndërshëm, ne sprovat tona derisa kanon hadithet pejgamberit Allahut, dhe nuk spravohesh ti në mallin tënd, nuk të mangësohet diçka nga tregtira jote, nuk manipulohesh dhe nuk spravohesh në pasurinë tënde, apo në familjen tënde, apo në fëmijët e tu, apo në anëtarët e familjes tënde, vetëm se Allahu Azza wa Jall t'i shlihen gabime. A nuk është pirametit Allahut Azza wa Jall që Allahu e ban këtë? Edhe pse thot Allahu ma asabekum mi musibetin fe bima kesebet eidikum. Juve nuk jo godit një musibet dhe vetëm rezultat i veprave tuaj. Rezultati asaj që e keni punu ju, wa yafu an kathir, mi po Allahu është falës, edhe Allahu Azza wa Jall është falë shumë. Pra Allahu Azza wa Jall të ndëshëm në tharet në rahmetin e ti.
Allahu Azza wa Jall me rahmetin e tij neve na përshin që Allahu I ka bën disa sezona që shumë fishohen veprat, sikur që e ka bën vëllezër të ndershëm disa vende të bekuara që shumë fishohen veprat, si e ka bën Mekke kur ishi fal një namaz, e ka shpërblimin më shumë se 100 namaze që ta falen xhamit tjera, që nën kupton se më shumë se 100.000 nuk e din sa numrin e sa shpërblimit vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe ai që e bën një namaz xhamin e pejgamberit Allahut e ka shpërblimin më shumë se 1.000, s'ka thon pejgamberi Allahut 1.000, më shumë se 1.000. E na të ftoni ju se sa mund që njeriu, sa mund që të arrin shpërblimin, sa është më shumë se 1.000, këto nuk e din vetëm Allah. Dhe Allahu e ban notën e kadrit që njeriu me një natë kadr ka mundësi t'i mbush amarët, ka mundësi të njeriu të stërmbush peshorën e tij tek Allahu Azza wa Jall me sevap. A nuk tha pejgamberi Allahu? Pejgamberi Allahu tha pastërtia është gjisa e imanit. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Vetë me thonë elhamdulillah nga zemra, nga thellësia e zemrës, që ne jemi mirënjohës për mirësitë që Allahu na ka dhuru, e disa sevape arrin te Allahu jot. Te Allahu Azza wa Jall arrin sevape, ka thonë e mbush kandarin peshorën e Allahut. Si e kandarit peshorës e Allahut, ka ardhur me një transmetim se dunjan dhe qiellin, tokën dhe qiellin me matën në peshorën e Allahut, asi një gram artarit që e mod në peshorën e ti. Fjala elhamdulillah e mbush, e stërmbush peshorën e Allahut. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut me thonë subhanallah, elhamdulillah, e mbush sa pej tokës në qiell. A nuk është kjo bujaria dhe mëshira Allahut Azza wa Jall? Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, çdo njeri ka borxh Allahut Azza wa Jall për çdo ditë që të nxjerr nga xhepi I tij, që të dhuron ka 360 sadakaja për çdo lëvizje. Nije të rupit, ne që lëvizmi me ta, ne që I përulmi me ta, ne që I krim punë tona, ne që shkojmë punë dhe kthehemu, ne që I shërbejmë firmave, ne që e mormi rrogën tonë për 360 nije, e kemi për borxh Allahut Azza wa Jall, çdo ditë janë nxjerrmi sadaka për çdo nije, ka 360 sadakaja. Thanë ja Rasulullah, cili prej neve ka mundësi që ti nxjerr në ditë 360 sadaka? Tha pejgamberi Allahut, Allahu na I ka lecu, na ka bon Allahu që me I thonë elhamdulillah sadaka, me thonë subhanallah sadaka, me thonë la ilaha illallah sadaka, me thonë Allahu ekber sadaka, me urnone të mira sadaka, me ndalu nga e keqja sadaka. Pastaj pejgamberi Allahut na prezantoi rahmetin e madh të Allahut, atë ju tregoj për diçka që nëse e veproni ju, e ka vlerën sa 360 sadaka. Nda njofton o I dërguari Allahut, tha direqat namaz me I bë paradite, namazi duhas. Pasi të lindë dilli derisa para se me I kohë drekës mi fal direqat, e ka vlerën sikur mi bë 360 sadakaj. Dhe ka arë me një transmetim pejgamberit Allahut që ka thonë pejgamberi Allahut, nëse I fal 4 rekat paraditet, je I fortifikuar I mbrojtër pej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe ka në hadith e pejgamberit Allahut, ai cili I fal 4 sunete para dreke dhe 4 sunete mas dreke, ne na mësu mi fal vetëm 2. Mirë, po nëse Allahu ta mundson mi fal 4, ka thonë pejgamberi Allahut, premtimi pejgamberit Allahut që nuk flet nga mendja e tij, ka thonë Allahu Azza wa Jall ja privon, ja ndalon zjarit që t'ja gjek fytyrën këtij njeriut. A nuk është prej mëshirës Allahut Azza wa Jall? Kja mëshira Allahut Azza wa Jall që ne në përmes mëshirës Allahut Azza wa Jall e arrim gjennetin Allahut. Pun pak, shpërblem shumë, gjënohe shumë, mirë po shkrim pak, kje me këta ne arrim rahmetin Allahut, gjithashtu dhe arrim gjennetin Allahut. Allahu na bof pjesëmarrës në rahmetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Pra vëllezër të ndershëm, prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, a që gjdo spërov, gjdo gajli dhe gjdo dërt, gjdo breng që e posedon të jetën tonë si musliman, ka thonë pejgamberi Allahut, Allahu pagun, me çfarë pagun t'i shlien gjunoat dhe t'i larson pozitët e tua lartë në xhennet. Parat pejgamberi Allahut me një natë prej natëve, si transmetohet që ka bo namaz, derisa me një transmetim e ka thonë gjumi pejgamberin Allahut duke bo namaz në sejdë. Dhe ka Allahu Azza wa Jall ja parashtron këtë pyetje pejgamberit Allahut, që Allahu Azza wa Jall nuk ka pas krijesë si për faqen e tokës, apo krijesë që e ka kriju Allahu, e që e ka dashur më shumë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E pyet Allahu Azza wa Jall pejgamberin Allahu dhe i thot: ja Muhammed, a ke mundësi të më dëftosh, të më tregosh cila është biseda e nejeve të melekëve në qiellin e 7? A ke mundësi me më tregu çfarë bisede zhvillojnë engjëjt të cilët qëndrojnë në qiellin e 7, janë engjëjt më të lartësuar, më të afërt arshit Allahut Azza wa Jall, janë melek më të lartësuar, më të nderuar si Gjibrili, Mikaili, Israfili, të gjithë qëndrojnë në këtë pjesë të qiellit. Na trego o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se çfarë biseda ato zhvillojnë në nejet e tyre. Pejgamberi Allahut i përgjigjet Allahut Azza wa Jall, nuk e di. Tha derisa e pash Allahun Azza wa Jall. Pra pejgamberi Allahut diher e ka pa Allahun Azza wa Jall, që thojnë dietar, njëherë e ka pa në tokë, e njëherë e ka pa në qiell. Allahun Azza wa Jall e ka pa pejgamberi Allahut në ndër në tokë, ndërsa ka dilemë mes dietarëve, e ka pa në Allahun Azza wa Jall duke qenë zgjot. Dhe unë i takoj mendimit se pejgamberi Allahut e ka pa Allahun Azza wa Jall zgjot në qiell. Dhe kjo është një ndër arsyeja që transmetohet prej pse Musai qajti kur u ngrit pejgamberi Allahut kaloi dhe qajti dhe u ngrit në qiell. Ka dhënë shumë përgjigje të ndryshme pse Musai qan, ai gjolozoi pejgamberin Allahut, jo vëllezër të ndersh. Mirë, po kur e pyetën Musai pse po qan, tha për çka se ki njeri ka ardhur pas meje dhe do të ketë xhamat pasues më shumë në ahiret. Do të ketë pjesëmarrës nga xhamati, nga ummeti pejgamberit Allahut më shumë në xhennet. Dhe pejgamberi Allahut vërtet neve na njoftoi dhe na tha se në xhennet prej 70 ummeteve, ummeti 70 është ummeti pejgamberit Allahut. Në fund të jetës informohet pejgamberi Allahut se sa numri xhenetlivet nga ummeti pejgamberit Allahut. Ndëgjon e vëllezër të ndershëm, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më njoftoi për numrin e banorëve të xhennetit, se në xhennet vëllezër të ndershëm janë 120 safe, nga Ademi alayhis salam deri te njeriu i fundit në ahiretit. 120 safe do të jenë banor të xhennetit. A e din sa safe do të jenë nga ummeti pejgamberit Allahut? Tha pejgamberi Allahut, më njoftoi Allahu se 80 nga ato do të jenë nga ummeti pejgamberit Allahut. Vetëm 40 safe nga 69 ummete që janë dërguar më shumë se 124 pejgamber, 124.000 pejgamber. Pra kjo është mrekullia dhe kjo është mëshira e madhe që Allahu Azza wa Jall, që Allahu ja dhuroi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me një koment se qajti Musai alayhis salam për çka se Musai kërkon që të komunikon me Allahun Azza wa Jall duke qenë zgjot. Mirë, po Allahu Azza wa Jall nuk ja mundsoi Musait, po ja mundsoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye qajti Musai alayhis salam, nga se pejgamberi Allahut e takoi Allahun dhe komunikoi me Allahun Azza wa Jall direkt. Për ata Gjibrili u ndal Sidratul Muntaha, që mbarojnë informatën në këtë vend që ngritën nga toka, dhe mbarojnë urdhat nga qielli në këtë vend. Pejgamberi Allahut lartësohet më lart se Gjibrili alayhis salatu wassalam, derisa Allahu Azza wa Jall ta shpalos xhennetin dhe ta shiqon pejgamberi Allahut para se të hyjë në xhennet, banor të xhennetit, dhe të komunikon me Allahun Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall ja jep 3 dhuratë pejgamberit Allahut. Njënën prej atyre ja jep namazin, që nën kupton se namazi është vepra më e dashur tek Allahu Azza wa Jall, vepra më e lartë, vepra më e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Pra pejgamberi Allahu tha ishte në gjumë dhe mëzuni gjumi, tha namaz,
Byti Allahu Azza wa Jall çfarë bisede diskutojnë banorët e qiellit. Tha i thash Allahu nuk e di, atëherë Allahu ma ndojni. Allahu Azza wa Jall vendosi shuplakën e tij. Allahu Azza wa Jall e vendosi shuplakën e tij në shpatullat e mia, derisa freskin e majeve të gishteve të Allahut Azza wa Jall e nitën thellësinë e zemrës. Atëherë mu shpalos çdo bisedë që zhvillohet në qiell. A e dini cila biseda më e shpesh që zhvillonte në qiell? Për këtë arsye thot Imam Shafiu, s'është nderuar një pejgamber me një mrekulli, vetëm pejgamberi Allahut është nderuar me një mrekulli të ngjajshme apo më të famshme se çdo pejgamber. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall për Ibrahimin alayhis salam kedhalike nuri Ibrahim malakutes samawati wal ard. Për Ibrahimin i hapmin e diert e qiellit që Ibrahimi alayhis salam e shiqonte arshin e Allahut ndonjëherë që Allahu e forcoi Ibrahimin mirë, po a dini çka shpalosi për pejgamberin Allahut? Jo që ja shpalosi vetëm që shiqon arshin e Allahut, ja shpalosi dhe diskutimet, bisedet që zhvillohen në qiell. Tha atëre dita çdo sen që ndodh në qiell dhe çdo komunikim dhe bisedë që zhvillohen ta. Tha atëre ju përgjigja Zotit tëm se biseda më e shpejt që zhvillohet në qiell dhe më e çuditshme nga melekët është shlirja e gabimeve. Për vepra që i shlihen gabimet dhe për vepra që njeriu më së larti e ngritin në xhenet. Allahu Azza wa Jall tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam për çka diskutohet, ta për kefarat, për shlirjen e gabimeve dhe për darajat, për pozitat e larta në qiell. Tha cilët janë ato vepra më madhore që mas shumti i shlihen gabimet. Tha pejgamberi Allahu, marrja e abdesit, përsosja e abdesit kur e ke vështirë dhe ftoft, me ja dhon hakin abdesit. S'ka vepër që të shlihen ma shumë gjunahe, për atë thonë të pejgamberi Allahu se njeri kur ta lanë fitirën i pikojnë gjunat, derisa dalin gjunat që i ka kryen ai gjatë asaj periudhe dhe nërthoj, edhe nga si që ka shiqu, edhe nga veshët që ka ndëgju, kja sekreti pse na mormi abdes, për çka se në përmes pikave të abdesit ne pastromi që qëndrojmë për Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall i donë vetëm të pastërit. E dita për atinve tha, o meshjel akdam ilal gjemaat, dhe gjithashtu prej vepre mas shumë ti që i shlirë tha me qitë hapa drejt xhamis. Hapa që i kini qitë të nësot prej xhamis janë dhe njërë vepra që diskutojnë banorët e qiellit, për çka se këto i shlin gabimet. Para mendon e ditën e xhumon, ka një hadithi pejgamberit Allahut, çdo njeri që e ka qitë një hap drejt xhamis për të fal namazin e xhumos dhe për të mësuar fen e tij, e ka shpërblimin për çdo hap, sikur me pas agjeru dhe me fal gjatë natës namaz nafile. Nëse i ka 100 hapa, sikur ki njeri 100 vjet me pas namaz natë dhe me agjeru. A ka ma bujar se Allah? A ka dikur që shpërblen dhe paguan ma shumë se Allah? Dhe gjithashtu e të reta për atinve tha me që ndërun xhami me prit vaktin qeter. Tha për ameri Allahut, kjo është sikur që ai mujahidi cili qëndron pikën e ti, sikur ai që qëndron në vendin e ti për të rujt fen, ai që e prit namazin, tha cilët janë veprat të cilët e ngritin mas shumë ti vledhët të ndëshëm njerën lartë në qiell, tha mi dhonë selam njëni qetrit dhe me ju dhonë ushqim të qerve, pa marë parasysh janë të varfër apo të pasur, nga se ato që japin ushqim të qerve i kanë cilësi të banorve xhenetit, dhe me bo namaz kur njerëzit janë nga flet në gjumë, kjo është ajo që të lartëson mas lartin xhenetit e Allahut. A përfundonë rahmeti Allahut deri këtu ja vëllezër dhe të ndërshëm, unë veç për i përmeni për çka kohës, për çka se zgjatëm shumë, ka thonë pejgamberi Allah, ka thonë Aisha transmeton,
pasi që e kam po pejgamberin Allahut duke dhonë shpirt, duke hek, duke dhonë shpirt, para s'ken nuk garantojnë se ka mundësi shpirtit i dale let. A dini pse vëllezër të ndërshëm ka mundësi një njeri mirë të vuan kur t'i dale shpirti? Nga se gjunat e fundit që t'i shlyen, gjunat e fundit janë ato që pikojnë. Nëse i kanë ngel të një gjuna, Allahu azza wa jalla e pastron. E pastaj nuk përfundon këto, ka thonë pejgamberi Allahut, s'ka njeri që i në varë e vari pa e shti për ata, pa janë kushtu vari pa e shtridh ata. A dini pse e shtridh besimtarin, vëllezër të ndërshëm? Kanë thonë dietarët e shtridh besimtarin sikurse nona që i lënte përpara petkët prej kurite, kur e nxjerr petkën prej kurite, a e dini pse e shtridh? E ka shtridh petkën për me terë. Për ato varri muslimonin e shtridh për me terë, me pasru pej gjunave, po nuk mjafton, vëllezër të ndërshëm, dhe nuk përfundon këto. Po në ditën e Kiametit pejgamberi Allahu thot, ai i cili marret në pyetje në mënyrë detale ndëshkohet. Aisha tha, ja Rasulullah, a nuk ka që ati që ju ka thonë, a i libra në dorën e gjatë do të llogaritet letë të po, o i Aisha ajo në mënyrë si përfaqësore. Allahu na mort në llogari në mënyrë si përfaqësore, jo në mënyrë detale. O filanti gjatë 4 viteve ki bo që kacë. O filanti gjatë këtire jetës tonë ki bo qështu. O filan, a nëse të merë Allah më pyqe, me datën që ka në sabat që ka, me datën që ka që kishku në kazino që ka, qëtu, me datën që ka që sa vite të ri ki festu dhe i ke bene manifestu, sa qert i ki emituan sa të ketë, dhe nëse a i mirët në manirë detale në dëshkohet. Mirë për Allahu azza wa jalla në këtë rast, Allahu qonë njerës që cilët ndërmjetësojnë për ti, ndërmjetësojnë namazlit, ndërmjetësojnë djetarët, ndërmjetësojnë shahidët, po ndërmjetësojnë dhe pejgamberi Allahut edhe shlirje gabime, deri te ura e siratit, ka thonë pejgamberi Allahut, ka njerëz që duke kaluarën e siratit therrohen. A dini pse therrohen, vëllezër të ndërshëm? Kto që therrohen pas therrohen, për ata thot pejgamberi Allahut, disa prej atyre therrohen duke kalu urën e siratit, pra pastrohet nëse i ka me dhe një gjuna, e pastaj të ven një kotër e cila quhet kodra kantara, që i lajnë gabimet, morin halallëk njëni me qetrin muslimanat, pra në xhennet nuk ka mundësi të hinë vetëm të pastëretit, e nuk ka mundësi njeri të pastrohet vetëm me mëshirën Allahut. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na bën nga ata të cilët e meritojmë mëshirën e tij dhe me mëshirën e tij e fitojmë xhennetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.